Përshëndetje shikues të nderuar të TVM2, jeni me misionin Zoom, të cilin do t'ja kushtojmë zgjedhjeve të përsëritura në Gostivar. Sonte këtu në studio e kemi kandidatin e AKI-s Valbon Limanin, me të cilin do të diskutojmë për programin dhe ofertën e tij politike për qytetarët e Gostivarit. Zoti Limani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Zoom. Përshëndetje, mirë se jeta, faleminderit për ftesë. Kënaqësia është e jona, zoti Limani, për të qenë edhe transparent me opinionin publik. Unë jam i detyruar t'ju pyes për shkak se javën e kaluar u bëm ftesë për një ballafaqim mes juve dhe kandidatit të koalicionit Vlen Nevzat Bejta, por nuk pranuat ballafaqimin me të. Pse nuk pranuat përballjen me zotin Bejta? Përballjen me kundër kandidatin nuk pranova shkaku se legitimiteti i tij si kandidat për mu nuk është legjitim, sepse ai në raundin e parë, si një pjesëtar i shoqërisë tonë, si pjesëtar i komunës së Gostivarit, nuk ka qenë as pak në Gostivar dhe nuk e ka ushtruar të drejtën e votës, domethënë nuk ka pas as pak interesim për procesin i cili ndodh në komunën tonë. Dhe së dyti, tani në zgjedhjet e përsëritura, të cilat me të gjithë normat ligjore duhet të përsëriten me kandidatët e njëjtë, sepse janë të përsëritura, ai del si një kandidat prej askund dhe ka një kampanjë, një fushat negative me shpifje të shumë fishta, kështu që e kemi vlerësuar se niveli komunikimit me një personalitet të tillë nuk është i pëlqyer dhe mendoj që në atë mënyrë nuk do të mund qytetarët ti pranojnë të gjithë idetë dhe projektet të cilat i kemi ne si kandidat, sepse fundja ai nuk i ofron asgjë qytetarit përveç se merr disa fleta edhe shpifta ankoz në të gjithë studiot televizive. Po, nëse keni fjalën për ato dokumenta, i pati edhe këtu javën e kaluar në këtë studio, ku tha që janë bërë keqpërdorime të shumta financiare, ju akuzoi juve, akuzoi kryetarin e partisë tuaj, zotin Arben Taravari, që në kohën kur ai ka udhëhequr me partinë, ka bërë keqpërdorime financiare, atë traditë keni vazhduar edhe ju. Përmendi për shembull 715.000 euro për renovimin e sallës së komunës. Si shihni këto akuza edhe si do t'i përgjigjeni? Do ta përsëris kundër kandidati të vetmen armë e ka shpifjen, atë mendoj banorët e Gostivarit e din, për të gjithë akuzat, për shumicën e atyre, posaçërisht për periudhën derisa unë kam ushtruar detyrën e kryetarit të komunës, unë tani nuk do të merrem sepse nuk du as pak t'ia rëndësi si kundër kandidat, por gjithsesi pas 11 janarit për të gjithë këto shpifje të cilat ka bën në lidhje me punët apo ato kontratat të cilat i nxjerrë në për studio televizive, do të ketë padi dhe për të njëjtat besoj do të përgjigjet. A do t'i publikoni dokumentet financiare për këtë projekt, për projekte tjera të cilat ai po i përmend? Po, gjithsesi, se kur do të ngriten padit, patjetër që duhet t'i faktojmë ato me argumente të mjaftueshme dhe aty do të shihet se personin fjalë sa ka shpif dhe në çfarë mënyre është duke e bërë kampanjën në Gostivar. Zoti Limani, ju jeni kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim. Në këtë koalicion më nuk është alianca për shqiptarët e Zjadin Selës. Tani, si pritet të reflektoj kjo mungesë në zgjedhjet në Gostivar? Mirë, në Gostivar, pjesë e Aleancës për shqiptarët e zotëri Zjadin Selës është në komunikim të përditshëm me ne dhe një pjesë e madhe e tyre janë krah nesh, ashtu siç ishim të gjithë krah njëri tjetrit në zgjedhjet e 19 tetorit, edhe për listat e këshilltarëve, ku kanë 2 këshilltar, por edhe në betejën për kryetar të komunës, një pjesë e konsiderueshme ende vazhdojnë dhe janë pjesë e ekipit tonë. Disa individ apo një pjesë e caktuar tjetër nuk bën ndonjë aktivitet në cilën do anë, kështu që mendoj që nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, sepse një pjesë e madhe janë krah për krah me ne dhe punojnë njësoj siç kanë punuar edhe për zgjedhjet e 19 tetorit. Për shkak se dini që kandidati i pavarur për komunën e Vrapçishtit, Zulhajrat Demiri, shpesh në opinion thuhet se është i më i afërt me partinë e zotit Sela dhe nga këtu lind dilema nëse ai do të kërkon për krahjen e Vlenit Vrapçisht
për t'ia dhënë për krahjen kandidatit të tyre në Gostivar? Po, mirë po bëhet fjalë për zgjedhje lokale dhe politikat lokale besoj që mund të dallojnë nga një komunë në komunë tjetër. Në këtë rast edhe realiteti është pak më i ndryshëm në komunën e Vrapçishtit dhe në komunën e Gostivarit. Kur jemi te votat, zoti Bejta para një javë në këtë studio deklaroi se votat e BDI-s do të shkojnë tek ai duke u thirrur në biografinë e tij pasi që ka qenë themeluesi i BDI-s. A jeni shqetësuar se elektorati i BDI-s mund të shkon tek zoti Bejta? Unë as pak nuk jam i shqetësuar sepse kundër kandidati e ka prirje manipulimin. Se i përket votave të BDI-s, votuesve të BDI-s dhe BDI-s si strukturë, unë mendoj që BDI-a do ta ketë rastin më të mirë që ta dënon njeriu i cili i ka sjellur më së shumti dëm BDI-s në Gostivar. Domethënë nëse ka një politikan i cili ka bërë dëm strukturave të BDI-s në komunën e Gostivarit, ai padyshim është kundër kandidati i tashëm, dhe besoj që ai do ta marrë mesazhin e qartë edhe në konventën të cilën e kishim edhe kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim zotri Ahmeti e tha qartë mesazhin. Besoj më 11 janar ai do të bindet. Të gjithë ne që jemi atje prap do ta përsëris, e dim prirjen e tij për manipulime, duke thënë se i ka të gjithë partitë me vete, por 11 janari do të tregon dhe se cilën e ka pas afër vetes dhe sa e përkrahin qytetarët. Mirë, në vazhdim do të kisha dashur të flasim lidhje me programin tuaj për komunën e Gostivarit. Zot Limani, nëse zgjidheni për kryetar komune, cilat do të ishin 3 projektet prioritare të cilat do t'i bënit në 100 ditët e para të mandatit tuaj? Këto projekte të cilat i kemi si projekte më të mëdha infrastrukturore dhe janë të paraparë për mandatin 4 vjeçar, njëra është ura e re tek gjykata me 4 korsi për vetura, me 2 korsi për biçikleta dhe 2 korsi për këmbësor. Gjithashtu në bashkëpunim me qytetarët të cilat kanë disa objekte në bulevarin Vllezrit Gjinoski, do të negociojmë që të hapet bulevardi i cili është arteria kryesore e qytetit, dhe kemi edhe parkingun nëntoksor afër godinës së komunës së Gostivarit me 2 etazhe. Këto janë si 3 projekte kryesore, por e kemi edhe projektin e sheshit të Gostivarit, mirë po është një projekt me kosto pak më të madhe dhe projekt pak më serioz, por besoj që në kuadër të mandatit 4 vjeçar spaku do të fillon të realizohet si projekt. Çfarë parashikohet në lidhje me sheshin? Do me thonë me sheshin projekti ka parapar që të ketë në 9 kalime, si dhe parkinge nëntoksore, ndërsa pjesa e sipërme të jetë një shesh i cili do të jetë veç për këmbësor dhe me shumë elemente tjera, edhe me këndlojrash për fëmijë, edhe me park të vogël e kështu me radh. Është një projekt pak më serioz, në bazë të mundësive do të shohim edhe realizimin nga ana e komunës, por edhe si opcion të dytë do të shohim edhe partneritetin privato-publik për ta realizuar të njëjtin. Zot Limani, zonat rurale shpesh ndihen të lëna pas dore. A keni plan konkret për fshatrat e komunës apo prioriteti do t'i vihet qytetit? Jo, së bashku me qytetin kemi të parapara projekte edhe për të gjithë vendbanimet apo fshatrat rreth Gostivarit. Disa prej tyre si më të mëdha do t'i përmendi kemi kanalizimin fekal në fshatin Çegran, linjën kryesore, kemi zgjedhjen e problemit të një pjese të fshatit Debresh për furnizim me ujë, por kemi edhe fshatra tjerë, fshatrat Forin, Raven, Vërtok, Zdun, kështu me radhë, fshatrat e Malësis, domethënë gjithkund kemi paraparë së paku të ketë nga 1 deri 2 projekte të cilat kanë rëndësi më të madhe për banorët e atyre vendbanimeve dhe besoj se deri në fund mandatit do të arrijmë që të gjithë këto t'i realizojmë. Do të kisha dashur të flasim edhe për infrastrukturën, urbanizmin, dihet që shumica e komunave më të mëdha në vendin tonë përballen me mungesën e parkingjeve. Keni plan konkret për shtimin e hapësirave
të parkingjeve në Gostivar? Po, ashtu si që përmenda, njëri prej projekteve është parkingu nën toksor rreth mendoj në afërsi të godinës komunës së Gostivarit, i cili ka dikun të sipas projektimit 126 vend parkime të reja, ndërsa në projektin e parapar për sheshin e Gostivarit janë të parapar mbi 200 vende parkimi, por paralel me këtë do të shihet edhe në disa lokacione të caktuara të shtohet edhe parkimi zonal, dhe me këtë të rumbullaksohen dikun prej 400 deri 500 vende parkimi të reja në Gostivar. Gjithsesi do të punohet edhe në infrastrukturën edhe në komunikacion, do të thënë në zgjidhje komunikacioni që sa më pak të kenë të lashe probleme qytetarët me lëvizjen në qytet, si dhe me gjetjen e vend parkime. Gjithashtu problem është edhe ndotja, mbeturinat në fakt. A keni plan konkret me afate dhe përgjegjësi? Po, menaxhimi mbeturinave më veç në fakt vitin e fundit ne jemi furnizuar me 2 automjete të reja për menaxhim me mbeturina dhe në periudhën që vjen kemi gjithashtu një projekt apo një strategji së bashku me ndërmarrjen publike komunale për një rikonfigurim të vendeve se ku do të vendosen kontejnerët, por gjithsesi edhe rritjen e kapacitetit, domethënë kontejner me kapacitet më të madh, do të rrisim edhe numrin e kontejnerëve. Paralel me atë do të punojmë edhe në rinovimin e parkut vozitës të ndërmarrjes publike komunale, dhe besoj se më këtë dukshëm do të përmirësohet menaxhimi, por padyshim këtu do të na ndihmojnë edhe qytetarët me vetëdijesimin e tyre që të kemi një qytet dhe një komunë më të pastër. E dim që zhvillimi ekonomik lokal është shumë e rëndësishëm edhe për vetë komunën. Me realisht, zoti Limani, çfarë mund të bëjë një kryetar komune për te i premtimeve elektorale për hapjen e vendeve të reja të punës? Se i përket pjesës e ekonomisë lokale, ne si komunë në programin ton, fakt, kemi parapar që të subvencionojmë të rritë deri 30 vjeç me të cilët do të hapin startupet e tyre me nga 60.000 denar, ndihmë të cilët nuk duhet t'i kthejnë. Gjithashtu kemi të parapar në programin ton edhe për gratë si për marset të gjithë të cilat do të hapin biznese, startupet të reja, do të kenë të njëjtën përkrahje nga komuna e Gostivarit, por do të qemi në komunikim edhe me të gjithë institucionet të cilat kanë të bëjnë me këtë lëmi, dhe do të mundohemi që të sjellim investitor me të vetmin qëllim që Gostivari të jetë atraktiv edhe për to, dhe me këtë të hapen vende të reja të punës. Kemi disa plane, besoj që në mandatin 4 vjeçar do të bëjmë maksimumin për të ndihmuar në këtë drejtim, përkundrejt se kompetencat e pushtetit lokal janë të kufizuar. Përmendet investimet, në cilat sektor shihni potencial më të madh për Gostivarin? A keni bërë ndonjë hulumtim të tillë? Realisht kohëve të fundit, në fakt vitet e fundit, jo vetëm në Gostivar, por më shoh edhe në përgjithësi në shtetin ton, fusha në të cilën mund të zhvillohen është fusha e IT-s dhe logjistikës, dhe më së shumti jemi koncentruar që të bashkëbisedojmë me kompani të kësaj fushe, sepse edhe kuadro kemi më tepër të kësaj fushe, por besoj paralel do të punojmë edhe në disa fusha tjera, gjithmonë në bashkëpunim me institucionet dhe të shohim se cilat janë kërkesat apo cilat janë profilet në numër më të madh të cilët kërkojnë punë në qytetin, në komunën tonë. Zotin Limani, vazhdim do të bisedojmë lidhje me arsimin, rinin dhe sportin. Gostivari ka një popullsi të re, por gjithnjë më shumë të rinjt kemi parasysh që po ikin nga vendi i tyre. A keni masa, plane konkrete për t'i mbajtur të rinjt në komunën e Gostivarit? Prapë do të kthehem tek kompetencat. Për fat keq pushteti lokal apo në fakt procesi i decentralizimit ka ngecur diku dhe nuk është duke lëvizur, dhe me këtë edhe kompetencat tona në fakt komunave janë të kufizuara, por Gostivari, tani për tani, komuna e Gostivarit finanson të rëndësishëm 2 qendra rinore në Gostivar, domethënë edhe Aikenin edhe Youth and Community Center, qendra rinore të cilat shfrytëzohen nga të rinjt
ai keni gjatë 24 orëve, ndërsa YCC-a ka një orar të caktuar, shfrytëzohen edhe si zyra mobile të gjitha të rinj të cilat nuk kanë zyra mund të drejtohen në ICANN dhe të njëjtat t'i shfrytëzojnë për fillimin e bizneseve të tyre. Kjo është njëra prej gjërave më të mira që kemi bë për të rinjt e qytetit tonë. I përmenda edhe masat të cilat i kemi të para në programin tonë në kuadër të komunës Gostivarit. Nga ana tjetër, vetëm në 5-6 muajt e fundit kemi bërë rikonstruimin e tërësishëm të diku 5 tereneve sportive në Gostivar dhe gjithashtu kemi bërë edhe një teren sportiv me një park dhe kënd lojrash, një kompleks. Kemi punuar në atë drejtim konform kërkesave të qytetarëve dhe të rinjve. Besoj që çdo iniciativë e cila do të gjenë, sepse ka qenë ashtu edhe deri tani nga grup të rinj apo nga individ të ri, me plot dëshirë ne të gjithë i kemi pranuar dhe i kemi përkrahur me aq sa kemi pasur mundësi. A parashikoni investime konkrete në shkolla, qerdhe? Në shkolla dhe qerdhe, sa i përket qerdheve, kemi një projekt të gatshëm, gati se me të gjithë procedurat e mbaruara në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, një qerdhe dikund me kapacitet prej afër 100 fëmijëve dhe gjithashtu kemi edhe një projekt tjetër për një qerdhe ekzistuese e cila duhet t'i shtohet një shtesë, një aneks me të cilën do të rritet kapaciteti prej 40 deri 50 fëmijë dhe me këtë besoj që me kapacitetin e ri prej 140-50 fëmijëve nuk do të ketë më fëmijë të cilët do të presin në ato listat e pritjes. Sa i përket shkollave, gati se tek të gjithë shkollat është punuar viteve të fundit dhe shumica e shkollave janë në gjendje shumë të mirë. Në vime sipër është projekti i vendosjes fotovoltaikëve në çatitet të gjithë shkollave, me të cilën dukshëm do t'i ulim edhe harxhimet e shkollave dhe me këtë do të hapet mundësia që të investojmë në të njëjtat. Mirë, sporti dhe infrastruktura sportive shpesh janë plan 2 që përmendet disa projekte të cilat i keni në plan apo i keni realizuar sa i përket sallave sportive. Mirë po, ku është Gostivari sot në këtë aspekt dhe ku synoni ta çori gjatë mandatit tuaj sa i përket sportit? Përveç këtyre projekteve të cilat i kemi realizuar, një prej projekteve të rëndësishme është edhe rikonstruimi, rinovimi i sallës qytetit, sallës kryesore, e cila nuk është rinovuar gati se prej viteve kur është ndërtuar. Gjithsesi planifikojmë edhe rekonstruimin aq sa do të kemi mundësi të stadiumit të qytetit. Këto janë 2 objekte me të cilat janë të lidhura shumica e sporteve të cilat ushtrohen në qytetin tonë dhe klubeve të cilat veprojnë në qytetin tonë. Besoj se me investimet në këto 2 objekte sportive do të hece edhe sporti para në qytetin tonë. Kemi edhe të gjithë sallat sportive të shkollave, edhe fillore edhe të mesme të cilat janë në dispozicion për akademitë ndryshme. Këtu parashojmë edhe tek shkolla Goce Delçev rikonstruimin, renovimin e sallës së sportit. Diku afër 3 objektet i parashikojmë që në këtë mandat të punohet në to me të vetmin qëllim që të kenë kushte më të mira. Sa i takon shëndetësisë, zoti Limani, keni program lidhje me shëndetësinë, me objektet shëndetësore? Sa i përket shëndetësisë, komuna, sërish do të them, kompetenca gati se as pak nuk ka në lëmin e shëndetësisë. Me këtë proces të decentralizimit priteshte që spaku shëndetësia primare të jepen kompetencat komunave në shtetin tonë, mirë, po kjo ende nuk ka ndodhur. Ne si komunë gjithmonë kemi tentuar të gjithë aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e vetdijes për sëmundje të ndryshme, duke nisur nga kardiovaskulare, diabete, kështu me radhë, të gjithë këto ditët ndërkombëtare të sëmundjeve të caktuara në bashkëpunim edhe me shkollën e mesme të mjekësisë, të njëjtat le të themi ti festojmë apo të kemi aktivitete të caktuara dhe të përcjellim mesazhe në bashkëpunim me mjekët, stomatologët, gjithashtu do të çojmë edhe
në shkollën e mesme të mjekësisë, cilët profile nevojiten më së tepërmi në qytetin tonë dhe konform atyre kërkesave të kemi edhe në shkollën e mesme të mjekësisë të kemi të hapim paralele të reja të cilët kanë të bëjnë me kërkesën e këtyre punonjësve. Mirë, hapësirat e gjelbërta janë domosdoshme për qytetarët e një komune. Zoti Limani, si do t'jetë plani juaj në lidhje me parqet, me hapësirat e gjelbërta? A keni plan për ndërtimin e parqeve të reja, apo do të koncentroheni në menaxhimin e atyre ekzistuese? Fillimisht do të koncentrohemi në menaxhimin e parkut të qytetit, parku më i madh i cili është ndarë nga lumi Vardar në 2 pjesë. Kemi më vesh një projekt me komunën e Vitis, projekti që ka të bëjë me IPA fondet për bashkëpunim ndërkufitar, ku është e parapar një pjesë e madhe e parkut të qytetit rikonstruohet. Gjithashtu në kuadër të një projekti tjetër IPA Adrion, në një lagje të Gostivarit kemi të parapat të bëjmë një park të ri, është i vogël në sipërfaqe, mirë po në një vend ku ka qenë parapar që të ndërtohet një ndërtesë, objekt banimi, mirë po prej atëherë kërkuam që e njëjta të transformohet dhe e njëjta të bëhet një park i vogël për ndërtesat të cilët gjenden në atë pjesë të qytetit. A do të ketë transparencë të plot në dhënien e lejeve ndërtimore për t'i dhënë fund dyshimeve për favorizime, zoti Liman? Po, do të ketë transparencë, gjithmonë ka pas transparencë, edhe në të ardhmen unë gjithmonë do të tentoj dhe do të insistoj që transparenca të rritet, jo vetëm në këtë drejtim, por për të gjithë punët të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e komunës së Gostivarit, sepse fundja qytetarët duhet të dinë çka, si dhe sa të holla harxhohen, sepse ato janë të holla të cilat vinë nga vetë qytetarët, sa i përket urbanizmit. Ka pas transparencë, unë do t'insistoj që të ketë edhe transparencë më të madhe, besoj ja do të them në periudhën 18 mujore në të cilën unë ushtrova detyrën e kryetarit të komunës, besoj që nuk kemi pas asnjë ankesë sa i përket këtij sektori. Po sa i takon infrastrukturës rrugore, zoti Limani, parashikoni rekonstruim të rrugëve në Gostivar, dhe me që shpesh e kemi përmendur edhe gjatë këtij emisioni kompetencat e një kryetari komune, e keni parasysh që gjatë fushatës tetorit, kur shtroheshin rrugë në Gostivar, herë dilnit ju të lëvdroheni në lidhje me punën e bërë, por një ditë para, ose të nesërmen dilnin përfaqësues të qeverisë, të cilët thonin se ata kanë meritat për rrugët e shtruara në Gostivar. Si qëndron puna? Meritat janë të qytetarëve, sepse ata janë taksapaguesit, pa marrë parasysh nga vinë të hollat nga pushteti lokal apo nga pushteti qendror. Po, kemi një numër të madh të projekteve infrastrukturore, të rikonstruimit të rrugëve, të cilat i kemi fituar në thirrjen e parë dhe në thirrjen e dytë të qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, por gjithashtu paralel me ato kemi edhe projekte të cilat financohen nga mjetet vetanake të komunës Gostivarit. Ka pas shumë komuna, po saqysh në thirrjen e parë, të cilat kanë mund, por ja që nuk kanë arrit të përgatisin gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të aplikuar dhe për të fituar mjete nga Kredia Hungareze. Administrata komunale, ekipi ka bërë një punë të shkëlqyer, domethënë kishim mbi 60 projekte, të cilat disa janë të mbaruara më vesh, disa janë në vijim, disa me kushtet atmosferike më të mira në pranverë, më veç do të fillojnë me realizim. Kemi projekte të mëdha në vijim, sipër është rikonstruimi i bulevarit Vllezrit Gjinoski, një prej rrugëve kryesore të qytetit, por paralel me atë kemi edhe rrugë të tjera edhe në brendit të qytetit e Gostivarit, por edhe të parapara në shumicën e fshatrave apo vendbanimeve. Kemi një rrugë të re e cila më veç hapet, po e shoh që kundër kandidati në kampanje përdor se do ta bëjmë, nuk është me siguri i njohtuar se ajo rrugë më veç ka filluar dhe punohet, hapja e rrugës prej Forine, ndërmjet Forinës dhe Çajlës, e cila e lidh me Gostivarin dhe e cila dukshëm do ta
do të shkarkon rrugën kryesore për të cilën e shfrytëzojnë banorët edhe të Çegranit, edhe të Forinës, por edhe të Çajlës, do të thonë bëhet fjalë për një rrugë të re, e cila ka qenë në plan me vite të tëra, ndoshta mbi 20 vite, tani më veç është duke u punuar dhe një pjesë e saj është realizuar. Një rrugë e cila shumë do t'i ndihmon posaçërisht këtyre 3 fshatrave në komunikim me qytetin e Gostivarit dhe posaçërisht në periudhën e verës kur na vinë edhe mërgjimtarët. Çfarë garancie konkrete do të kenë qytetarët se në komunë nuk do të ketë punësime partijake apo nepotizëm? Garancioni për të gjithë këto dukuri të cilat përsëriten, jemi ne, unë dhe ekipi im, si dhe transparenca jonë që në çdo moment e kanë derën të hapur, qoftë në mënyrë formale, qoftë në mënyrë jo formale, të drejtohen dhe t'i marrin të gjithë të dhënat që kanë të bëjnë me komunën e Gostivarit dhe jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në drejtim të investimeve dhe të gjithë punëve tjera të cilat kryhen në komunën e Gostivarit. Unë e kam thënë edhe publikisht, jam i gatshëm revizioni edhe për punën 18 mujore të cilën e kam bërë në çdo moment dhe në moment që do të ketë ndonjë fakt se ka një keqpërdorim, unë do të tërhiqem prej gare edhe nuk do ta ushtroj detyrën e kryetarit të komunës së Gostivarit. E kam thënë edhe më herët, nuk besoj që kundër kandidati është i përgatitur për një gjë të tillë për 8 vite sa ai ka qenë në krye të komunës së Gostivarit. Zot Limani, dhe një pyetje për në fund, pse një qytetar i Gostivarit i lodhur nga premtimet, nga politika, nga konfliktet partijake, duhet t'ju votoj juve për kryetar të komunës së Gostivarit? Një qytetar i cili është i lodhur nga gjithë këto procese dhe nga gjithë këto, duhet të votojë pikë së pari për shkak të transparencës dhe për shkak të premtimeve të cilat nuk janë të shumta në numër, por gjithmonë janë premtime të cilat u qëndrojmë bazë dhe i realizojmë. Në punën tim 18 mujore besoj që shumica e qytetarëve e kanë parë dhe kanë pas mundësi të shohin si menaxhojmë me komunën e Gostivarit, e din se sa me përkushtim dhe me sa dashuri punojmë për qytetin tonë dhe për komunën tonë, dhe besoj që këto janë të mjaftueshme që një qytetar të besoj mandatin mua dhe ekipit tim i cili ka punuar këto 18 muaj, që ta menaxhojmë Gostivarin edhe në 4 vite të ardhshme dhe me këtë tu përdoftojmë se me të vërtet politikat mund të bëhen ndryshe dhe mund të jepet kontribut për vendbanimet ku jetoj. Nëse do të kishte fituar zoti Bejta, do t'ja jepni dorën? Po, padysh. Zoti Limani, faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit dhe ty, nderë dhe kënaqësi. Ishte kënaqësi gjithashtu e jona, shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me emisionin Zoom. Ishte kjo intervista me kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, zotin Valbon Limani, kandidatin e AKI-s për kryetar të komunës së Gostivarit. Ju faleminderit edhe një herë për vëmendjen dhe natën e mirë.